Loizeli u konsiderua si një fenomen i Big Brother VIP Albania, por pas daljes së gjestit, si duket Luizit filloi t'i binte fama, e sidomos kur bëhet fjalë për qëndrimin më të gjatë brenda kësaj shtëpie më të famshme. Gjesti ndër shqiptarët ka thyer rekord me qëndrimin e tij të izoluar brenda Big Brother, duke kaluar më shumë se 80 ditë në Kosovë dhe mbi 100 ditë në Big Brother VIP Albania. Por nëse marrim e shohim në Big Brother botëror, në krahasim me shumë të tjerë, Gjesti mbetet në gjysmën e rrugës së tyre, për sa i përket izolimit brenda shtëpisë më të famshme. Është një gjerman i cili ka qëndruar plot 484 ditë i izoluar brenda shtëpisë së Big Brother. Ai quhet Sasha, është fituesi i Big Brother Gjermani 5. Ai më vonë është kthyer sërish në Big Brother Gjermani 9 me një total të ditëve të qëndrimit brenda Big Brother VIP prej 484 ditësh. Ai mban rekordin për më shumë ditë të kaluara në shtëpinë e Big Brother nga çdo konkurrent në mbar botën, thon mediat gjermane. Por izolimi i tij ndahet në dy pjesë, siç mund ta kuptoni, nga se Sasha ka marrë pjesë në 2 Big Brother, në atë të 5-tin dhe në të 9-tin që mbahet në Gjermani. E Gjesti sigurisht është një fenomen në vetë sa i përket vendit tonë. Ai arriti t'i përfundoj 81 ditë në Big Brother VIP Kosova dhe ende pa u bërë 24 orë që doli nga ky reality show, ai shkoi në Big Brother VIP Albania 4 dhe ka kaluar në këtë Big Brother më shumë se 100 ditë dhe akoma është i freskët në lojën e tij dhe sigurisht ajo që është më e rëndësishmja është dhe interesant dhe zgjon kurreshti tek publiku dhe e duan akoma lojën e tij.